dashur miq, mirë se vini në podcastin tonë. Unë jam Teodora Stefanidi, jam në Nënbirë dhe studioj në shkollën Argos. Unë jam Melina Zeneli, jam 9 vjeçe dhe studioj në të shkolla Pjetër Budi. Unë jam Jonisa Maska, jam 8 vjeçe dhe studioj të shkolla Pjetër Budi. Unë jam Diordibra, jam 8 vjeçe dhe jam në shkollën Nënbirë. Atëherë, sot kemi përgatitur disa pyetje për ju vajza. Jeni gati? Po. Okej, nisim. Kush është më mirë? Hamsterët apo peshqi? Peshqit sepse hamsterët ikin shumë shpejt dhe nuk mund t'i kapin dot e të ashtu. Okej. Peshqit janë më të mirë se ata nuk janë si hamsterat, edhe po i preke ata të ikin. Bra. Peshqit sepse nuk vrapojnë shumë, nuk rrinë në një vend, rrinë vetëm në ujë, nuk bëjnë ndonjë gjë tjetër, edhe janë shumë të mirë, si ta them. Okej, gasolla. Unë për veten time do zgjidhja hamsterët, sepse peshqit gjatë gjithë kohës rrinë si të ngordhur, vetëm hajnë ushqim, kurse hamsterët në paktën janë të entuziasmuar dhe për faktin që thoni ju që vrapojnë dhe nuk mund t'i kapësh, ne mund t'i fusim ato në një kutis, në si ta quajmë ndryshe, në një kafaz dhe ka aty brenda lodra, gjëra dhe ai lëviz, vrapon. Po i bie ne nuk mund t'lozim atë. Po me peshqit lozën dot? Lozën. Po, lozim, nuk ka marrë në dorë. Ose kapën do të mund të luajnë rretullojnë ata. Po, pra vetëm i shef nuk i rretullon dot. Po i bën dot ti. Jo, në hamsterët për veten time kënaqesh kur i shef, sepse është si të shofësh ty ose atë duke luajtur, duke kërcyer, ja për shembull. Është njësoj si të shofësh neve gocave që luajnë një rol në teatr. Mua nuk më pëlqejnë hamsterat sepse të ngjiten nëpër trup edhe unë kam shumë bezdijgjëra të më ngjiten. Po nuk të ngjitet sepse i ke futur në ja. Kafaz, po janë, nuk kisha kafaz. E blen ti kafaz, se ta japi vet ata kur e blen. Ta japi me gjithë kafaz. Po. Okej, e respektoj mendimin tënd. Vazhdojmë te pyetja tjetër. Torta apo pica? Torta sepse kam filluar mos i ha shumë pica dhe në të kohëret nuk më pëlqen aq shumë. Mua tortat sepse mund t'i përdor në çdo rast, në çdo ditëlindje, kurse picat më pëlqejnë shumë. Okej, e respektoj. Shumë mendim. Pizzat sepse janë shumë të mira se kanë përshot, kanë djathë, kanë shumë gjëra të mira. Unë për vete jam me mendimin e Diorës sepse unë kam më shumë qejf të kripurat se sa të ëmblat, por ndryshon puna kur është tortë me çokoladë. Po. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Qenë apo macet? Normal që qenë, sepse macet rrinë kështu, kurse qenë lozin me ne, gjiten në për trunë. Jo se gjiten, po pëlqejnë të lozin me ne. Okej, ashtu. Good. Mua më pëlqejnë macet sepse mund t'i mbash në shtëpi, edhe që mund t'i mbash, por mund t'i mbash në shtëpi, nuk janë shumë të egra si që, varet sa macësh që janë, edhe mund të lozësh në ato. Qëjnë sepse nuk kanë shumë qime edhe mund t'i mbash në dorë e mund të luash. Unë për vete do zgjidhja qenë, sepse nuk i kam shumë qeft edhe peshqit, nuk i kam shumë qeft gjëra që nuk janë të entuziasmuara, nuk rrinë gjithë ditën kështu. Unë për vete mendoj qenë, sepse qenë janë edhe besnik, mund t'i besosh, e para ndjenën e keqe.
vazhdo me thënë. Po, e drejtë. Kush është më mirë? Uji apo Coca-Cola? Coca-Cola normalisht, sepse uji nuk ka shije fare, do të thënë, ne mund të jetojmë me ujë, por unë dhe më mirë është Coca-Cola. Se ka edhe gaz, edhe... Mua më pëlqejnë gjërat e gaz, por unë mendoj më mirë është uji, se është më i shëndetshëm se Coca-Cola. Okej. Uji sepse nuk ka shije edhe nuk ka shije dhe është ujë të kalon, ndërsa Coca-Cola do ta mbash pak të gojë pastaj ta kalosh poshtë. Mund ta pish kështu si ujë. Okej, unë për veten time mendoj që uji, njësoj si me mendimin e Diorës dhe të Jonisës. Sepse pa ujë nuk jetojmë dot, edhe Edhe uji është mirë, po më pëlqen edhe Coca-Cola. Po, Si të dyja. e drejtë, edhe mua më pëlqen Coca-Cola, po gazi për shembull nuk të bën keq, edhe kur të shkon në stomak, po e pive sa më shumë, mund të se janë pije me gaz, mund të të pushoj zemra, të të plasi barku. Po pra për Po shembull, s'pi shumë. pijet që mirë të mirë dhe si pip dot, se janë shumë e gaz dhe të dhe zëbra. Po pra, si është më mirë? Që të dhëmbi këmba apo koka? Po dhe më mirë këmba, më mirë të dhëbi këmba se sa koka. Sepse, me gjitha të dhimbje të kokës, se koka ka shumë dhimbje, më shumë se këmba. Më mirë, si ta them, thym këmbën të na bezdesi këmba. Të vetë koka se da ule, Më mirë, mos na bëj koka se të dhëm pak këtu të truri dhe është që keq të dhëm të Gabi. truri. Truri në të dhëm. Nuk ka lidhje me kokën. Mua më dhëm. Nuk dhëm truri, është vetëmja organe trupit që nuk të dhëm. Po pra, se vetëm të dhe koka. Më dhëm koka tu. E pra, Jo, është dhe. e nga trova me atë. Më mirë është të me këmbë, se sa të dhimbje koke, sepse me dhimbje koke nuk të merren bë dhe s'diku ecën. Po, e drejtë, shumë e drejtë. Dhimbje e kokës sepse mund të harrosh ndonjë gjë. Kush është më mirë, të të dhëmbi këmba apo koka? Të të dhëmbi koka. Po Unë mirë, për veten të merrem mend, me këmbë nuk të merrem mend. Unë për vete mendoj që është më mirë të të dhëmbi këmba, sepse kur të dhëm koka, të merren mend. Edhe koka për shumë të bëhet si ta ulle ty, si ta mos kur ke temperaturë. Unë jam Për temperaturë të bëhet s'di, si kosh fare. me Jonisën e me Melin. Më mirë, unazat apo vëthët? Vëthët. Se unazat, si kur të dalin nga gishti, ose si kur të dhëmin po, si e Jonisës, kurse këto sës të bie. Okej. Edhe nuk të veshin. Unë mendoj më mirë vëthët, sepse po patëm unaza, unë mendoj se si me të martuar ata një kaq të vogla. Në është do Diora. Edhe të rëshkasin shpesh nga dora, kur je në det të Të rëshkasin. hiqen, po. Ose vës nuk të hiqen, do i herë kur i kam shumë me flokë. Mua më pëlqen shumë vëthët, sepse unazat kur shkruan mbase të ikën nga dora, të bie, kur lash të rëshket, të ngacmojnë. Unë për veten time nuk kam dakord me asnjërin, se për shembull unazat të kap gishtin, vëthët të ngatrojnë nëpër flok. Mua s'më ndëtro. Ne do t'i fusim zonë, po që Jo, Mua dhe me linën njëta që i kemi këshu. unë për vete po do
unë ashtu e kam po më ngatër shumë. Kur vesh bluze, më kape në përflok. Unë asnjëherë nuk do zgjidhja, do zgjidhja më mirë varse. Po këtë ke varse ose brëzëlyk, gjëra. Ose Varse të pickon nga qafa. Unë as nuk pickon. kam shumë. Okej. Në sa për shumë. Hajde. Kalojmë te tjera. Më mirë, aktor apo regjisor? Aktor. Pse aktor? Aktor sepse aktorët hidhen juajnë argëtohe shumë. Kurse regjisor Aktorët se mund të bësh çfarë të duash aktor, kurse regjisor vetëm do vësh këngë aty, çfarë të bësh, do vësh këngë, do filmosh, s'ke çfarë të bësh tjetër. Okej, super. Aktor sepse ki qa bën. Të thot bëj të edhe e bën, ndërsa regjizori vetëm filmon, s'bën ndonjë gjë tjetër edhe vë këngë, filmon, s'bën gjë tjetër. Nëse aktori bën gjëra të ndryshme, nuk bën vetëm një gjë. Unë për veten time do të doja aktorin, por regjizori nuk është se bën vetëm një gjë, si shtoni ju vajza, ai bën shumë gjëra. Hajde, te tjera. Jam e sigurt që kjo pyetje do të jetë shumë e vështirë për ju. Okej, vazhdoj tani. Vazhdoj! Ja. Më mirë, libra apo celulari? Libra, sepse libra t'japin mendje edhe kokë. Po përshon libra. Telefoni ta bush mendjen me robot me YouTube. YouTube e shikoj po hajmo me lojra edhe si e fare Do të marrë vesh telefon apo librin? Libra tha. Ti spjegosh më lali po prap toke falso. Vazhdoj. Si ishte pyetja? Ishte Libra apo celular? Mendja apo budalliku? Mendja, sepse të më mirë është të bësh me zgjuar se sa të ngelesh budallar ose budallar. Pyetja ishte libri apo celulari? Unë mendoj libri sepse po të jep tru, ndërsa Ja, tru është tu, futet këtu. Fiu. E ke këtu sepse i këtë sepse telefoni të jep budallik nuk të jep E shkrit. Okej. Unë për veten time mendoj që libra. Edhe telefonin e kam shumë qef, por librat, sepse librat na ndihmojnë që të bëhemi dikushin në jetë. Edhe po nuk filluam punë, kur në Pun, po, që punon. Po, në fakt edhe më pëlqen telefoni, po edhe libra. E kaloj. Për shembull, Ana Flekuqja dhe Lita në botën e çuditërave dhe Nara në botën e çuditërave janë të preferuarat mia. Edhe pse e kam shikë se nuk të Nara dhe bota e prallave është e preferuara. Se unë do ta bëj se jam Nara dhe do ta bëj në skenë. Okej, shumë bukur. Të skenë do të qytë apo jo? E dim. Po ca kanë të Kush tjerë. të doj, të vinë dhe të na shikoj tek teatri eksperimental në datën 3 qershor. Okej. Po s'ka të duhet të pak artistarët e Ozit, kështu që jemi të ndryshme, por në
datë 3 qershor jemi. Edhe unë Orë 7. edhe telefonin, sepse në pa telefon, ne nuk mund të shinim reklamën e kursit të armit. Nuk mund të shohim filma, kështu gjëra. Okej, unë përveç Telefoni la dua vetëm për aktivitete. po prapë së prapë mund do Shikoj në Instagram. Bredi qiko. Unë përvete do zgjidhja libra, sepse ato na ndihmojnë që të bëhemi dikush në jetë, na ndihmojnë të zhvillojmë imagjinatën. Ka lidhja që të bësh dikush në jetë. Që të bësh dikush në jetë dhe të zhvillojmë imagjinatën, se nga ne mësojmë që të shkojmë në punë, dhe po nuk i morëm ato lekë ne me punë, nuk kemi si të blejmë telefon. S'kemi si të blejmë. Okej, vazhdoj me pyetjen. Fotografia apo piktura? Pinta se me para se me para. Piktura sepse fotografi thjesht si të për shembull dash në telefon. Me një telefon. Me një telefon da muzak. Tregoni videon tuaj. Ja. Telefoni Se frite të bëjnë bëj vetëm kështu. Elin! Du shome. Edhe mu bëj selfie. Shikoj një sa Kurse, të bukur. pikturosh. Ja, jemi ne tani. Ja, Edhe kur të pikturosh, ja, pyetje vërteta. dhe kur të pikturosh, mund të harxhosh kohën. Mund të harxhosh kohën, ja, kur bën çop. Unë për vete do zgjidhja pikturën, sepse ai çaj ka fotografia, vetëm rriga i shkosh çop. Ja, Kurse të thonë në piktura është art. da do ja tregoj kamerës. Pyetja ishte Fotografia arur. po pra, unë mendoj arti se fotografia vetëm bën kështu, kurse arti mund të pikturosh çfarë të duash, nuk Pikturon vetëm të pikturon çfarë duash. Na thyvi tavolinë tjetër. Më pëlqen piktura sepse kam qenë në kurs pikture dhe Edhe unë kam ke qenë. ça të bësh. Shtyn kohën. Ndërsa me fotografi po. Ndërsa me fotografi vetëm kështu. Por s'ka si aktori, ose më saktë si të luash në rol. Me çimeçi. Asgjë se zëvendëson. Piktura. Piktura se mund të vish ato çfarë të duash, dhe Jo. unë jam aktore. Po pra, aktore. më mirë të luash rol. Pikturiste. Më mirë të luash rol se sa pikturë. Kalojmë te pyetja e radhës. Makina apo motori? Makina. Jo, motori. Tash Motori sepse kam shumë qef kokore. Kokore, po. Kokosh? Kokore. Jo kokore, po pushoni tani. Kokore sepse kam parë shumë që me motor bëjnë kokore, por i bëjnë dhe me filma. Hello, bëjnë dhe me filma. Për shumë me stitch, ku diu me vazhdo. Po çfarë të ka bërë në zemër ty që të zgjidhjesh o motorin? Ç'ta ka? Motorin, sepse makina s'm pëlqen aq shumë se. Është e ngatruar. Prit se po flasun. Makina është Po pra mos flisni për ta radhë njëri. është nuk e di, është çike e ngatruar për mua. Okej. unë do zgjidhja makinën se me makinë mund të ikësh kudo, edhe motori nuk është keq, por do zgjidhja makinën se mund të ikësh kudo, mund të ikësh shpejt, se me motor ne kam pak frikë nga që bie. Motor më ti. Motor. Motor sepse është i vogël dhe futet edhe për rrugica të vogla. Makina nuk futet edhe për rrugica të vogla. Edhe ka shumë trafik me makina. Unë për vete, edhe unë jam dakord me Melinën dhe me Diorin, do zgjidhja motor.
motor, sepse kur ka motor pra, kur ka trafik ose gjëra mund ta parkalosh edhe më duket vetja më shumë si gotë që nuk i thot për shumë si shërbëtor. Edhe goza më shumë bëjmë me motor, po. I ka parë shumë me motor. A që nga zuri gjumi këtu? Cheese. Selfie cheese. Hajde bëjmë një selfie. 1, 2, 3. Cheese! Deti apo mali? Deti sepse në det mund të lahesh, kurse në mal unë e kam frikë malin. Kam frikë nuk e di. Do e bëj të tretën. Tash çan ke tash detin apo malin? Deti sepse në mal kam frikë se mos kam të njarë. Kam frikë optive. Më edhe asë çam. Do bërja në pato të jaruzja të shumë kohë. Okej, Do bëj të unë mendoj plazhin sepse në det, plazh det, soi është, sepse në det mund të lozësh, po patjetër loz me kështjella çfarë bën, edhe mund të notosh, kurse në mal vetëm do lozësh me borë ose po s'pati borë do hecësh si njëri kështu. normal. Plazh, sepse lahesh, bën kështjella. Ta bëri me ty. Po ti lahesh. Ti bësh mirë. Lëror. Unë për vete do të zgjidhja të dyja, sepse në nalë kënaqesh kur dëgjon cicërimat e zogjve. Po në det jo, në det nuk ka, dëgjon vetëm dallgët. Edhe dallgët më pëlqen shumë zhurma e dallgët. Unë lodh me dallgët. E adhuroj. Më pëlqen mali është shumë i mirë. Më pëlqen deti sepse dallgët unë lodh me dallgët. E the njerë. Unë los me dallgët. Okej, këtu mbyllet podcast jon.